Natyra është një ndërshëruesit më të fuqishëm me një sër përfitimesh që ndikojnë tej masën në një mirëqenie shëndetësore. Bjeshkatari Agim Idrizi, i ftuar në emisionin Med Plus, tregoi se përfitimet nga bjeshkatarizmi janë të panumërta, duke cituar se natyra është mjeku më i aftë. Përfitimet dutor janë të shumta, janë të panumërta. Kjo që thot një citat, natyra është mjeku më i aftë. Po më jem patjetër si doktor, po natyra është mjeku më i aftë. Sipas bjeshkatarit Idrizi, anët pozitive nga bjeshkatarizmi janë të shumta, si në aspektin e shëndetit fizik, po ashtu edhe atij mendor. E kanë thonë edhe mjek tjerë nga komunitete tjera, përfitimet janë të shumta, janë prej shëndetit fizik edhe psiqik. Zemra punon më mirë, freskuan mushnit, rruzat e bardha të kuqe, gjakut, qetësia, antistresi, që janë elementet kryesore për një jetë shëndetshme. Mes tjerash, bjeshkatari Idrizi u shpreh se ngjitja në male dhe bjeshkatarizmi në përgjithësi sjellin kënaqësi të madhe, sidomos kur shijohet edhe bukuria e tyre, duke vënë më së shumti theksin tek malet shqiptare.